Ajo datë është sikur njeri. Lufta nuk bie mbona. Lufta bie plot. Dokumentar. Pata ime do t'jetë gjithnjë me Ngjarjet më të mëdha të historisë së popullit shqiptar. Dhe fituan ata që duhet të fiton. Dokumentar. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, shumë gra dhe vajza u mobilizuan për të mbrojtur tokën e Kosovës. Dy prej tyre, Hadije Spahiu dhe Afërdita Ukshini nga Rahoveci, nuk mbajtën pushkën e duar, por bartën barrën në një luftë të heshtur, të fshehtë dhe të rrezikshme. Pa u shkëputur nga jeta e përditshme, në ilegalitet, ato u bën hallka kyçe e komunikimit me shtabin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Pashtrikut dhe qytetin e Rahovecit. Në këtë radiodokumentar, do të zbardhi më shumë rreth veprimtarisë ilegale të këtyre vajzave rahoveciane, të cilat bashkë edhe me disa vajza tjera vepruan pa frikë në ndihmë të luftës çlirimtare dhe ashtu edhe ranë në altarin e lirisë, me guxim, trimëri dhe besnikëri. Hadije Spahiu dhe Afërdita Ukshini, ushtarët e brigadës 124 Gani Paçarizit e zonës operative të Pashtrikut, filluan angazhimin e tyre në mesin e vitit 1998 në shtabin e Drenocit dhe më pas në shtabin Artit të Rahovecit në udhëheqjen e dëshmorëve Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mullabazi Mici dhe luftëtarit profesorit tashmë të ndjer Sabajden Cena. Ish komandanti i luftës në Rahovec, Ismet Tara, e vlerëson lart kontributin e këtyre dy luftetareve, të ngarkuara me detyra të rëndësishme në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, por të cilat vepronin në ilegalitet për organizimin dhe mbështetjen e luftës çlirimtare. Shtabi Drenocit është shtabi i parë në komunën e Rahovecit. Mas një 2 ose 3 javë mas daljes shtabit Drenocit, aty takohet edhe vjen komandanti Xhelal Hajda Toni dhe takon me Selajdin Mullabazin Mici. Dhe ati e di që bashkëpunimet e para komandant Tonit dhe Micit me Hadijen janë kontaktet e para në shtabin e Drenocit. Ashtu diku muin maj 98 dhe pra atyt kontaktet e komandant Tonit dhe Micit janë të pandara me Hadijen, jo të me Hadijen, po ka qenë një tjetë Afërdita Ukshini. Ajo ka pak ma vonë, Hadije ka qenë disa javë më përpara. Di që kontaktet e tyre kanë qenë të shpeshta. Herë në Drenoc, herë në pjesë të Rahovecit, në ndonjë shtëpi dalje prej Rahovecit ka Drenoci, dhe ai bashkëpunim nuk është ndalur prap edhe me daljen tonë edhe në shtabin Artit Rahovecit. Sipas dëshmisë së Ismet Tarës, kontributi i Hadije Spahiut në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte shumë dimensional. Ajo jo vetëm që përcillte lëvizjet e forcave serbe në Rahovec dhe raportonte për gjendjen e qytet, strehonte edhe familjarët e ushtarëve dhe dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në shtëpinë e saj. Kanë pas obligim të përcjell forcat policore në Rahovec, gjendjen e qytetit, me lanë informata sa forca janë, çka po bëhet, çka po veprohet. Hadija, përveç informatave, ajo ka organizuar edhe disa ndihmë që na kanë ardhur në shtabin e Rahovecit, sa kemi qenë. Po ndihma më e madhe, unë që e kujtoj, e Hadijes, është përcjellja e gjendjes gjithë ushtarëve të familjeve të ushtarëve të Rahovecit në qytetin e Rahovecit. Dhe informatat të cilat na jep ajo për gjendjen e gjithë familjarëve tanë që e kemi pasë mrenda në Rahovec. Sidomos kontributi saj pa mohueshëm në gjendje shumë të vështirë është mbas largimit të shtabit Arti për në Shqipëri për riarmatim, sepse ne kemi humbur në betejën e Rahovecit edhe shumë ushtar, po edhe shumë armatim, dhe jemi përzon nga vendet ka pozicionet tona dhe ka qenë dashur të udhtojmë për në Shqipëri. Ajo çdo familje ka prurë ndoshta këtu me folën në telefon me to, në gjendjen ma kritike kur Rahoveci s'ka guxuar të lëviz. Ato janë ndihmat e saj që unë i kujtoj, ndihmat e tjera që unë nuk i di
Do shta janë edhe shumë më të mëdha se sa këto, po këto ndihmet janë të pazavendësueshme. Telefoni i Hadijës ka qenë telefon post e ushtarëve të UÇK-s të shtabit Artit Rahovecit. Por kush ishte Hadija Spahiu? Ajo ishte fëmia i parë i Mustafës dhe Fiqirijes. E zgjuar, e dashur dhe e etur për dije, edhe pse pas përfundimit e klasës së 8, ëndra e saj për shkollim u ndërpre. Në moshën 16 vjeçare e martuan. Martesa zgjati vetëm disa muaj. Pas ndarjes nga bashkëshorti, ajo ju përkushtua punës së artizanatit që ushtronte nëna e saj në rrobaqepsi. Sot nëna Fiqirie, e plakur dhe e lodhur nga vitet, mban në shpirt një dhimbje që as koha s'ka mundur ta sheroj. Pengu që nuk e lejoi Hadijen të vazhdonte shkollën, t'i ndiqte ëndrat e saj. Ajo u konë e dashur, e meqme, ka pas qef me shku në shkollë, po se këndon. Baba edhe gjysh se këndon. 8 vjeçarën e ka kry, edhe e kanal për shkollës. E nuk e lanë. Ajo vetëm kajke. Ase kemi vetë, kër e kom feju edhe e kom martu. Në 16 vjetë e ka shkonëse. Edhe e kemi nxerë për burrit. Ajo asë si ka shku mendja, asë më martu, asë e ka pas qef vetëm shkollën. Për shkollë ka në djegne. Ky peng nuk rëndon vetëm mbi nënën, edhe për babain Mustafën, i moshuar, i sëmure me zërin që i dridhet, ai vendim ende rëndon si barra më e rëndë e jetës së tij. Hadije o konë shkëlqyshme, e vjeshme, e ndëgjushme, shkej shikësinë ajo ka punu, se ajo edhe në shkojke, se vazhdoj se e fejun. Që ty gabimi jem i madh o konë, se dash hajtë shkon në shkollë. Hadija Spahiu kishte 2 motra, Elvanën dhe Albinën, dhe 4 vëllezër, Danjolin, Duhajen, Zekiun dhe Musën. Motra e saj Elvana, përveç dhimbjes së humbjes, e mban në zemër një krenari të thellë për motrën dëshmore. Ajo e kujton Hadijen si një vajzë të bukur, plot gjallëri, me një shpirt të ndjeshëm dhe një pasion të veçantë për pikturën. Hadija ka qenë e guzimshme, punëtore, e hareshme, megjithse ka dashur shkollën shumë, por e thanat kanë qenë në atë kohë vajzat jo mu shkollu, megjithse ajo shpirtin e jep ke për shkollë, edhe gjithmonë ka luftu që na mu shkollu me dal në ndrit. Punë dore, çka do që e ka pas syri, dora saj ka punu. Si me makinë, si me qepje në dorë, si qëndisje, çdo lloj, plus edhe vizatimin e ka pas pasion. Vizatoj ke ajo veç për veti, për qef, ndonjë piktur, diçka. Gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, në kohën kur regjimi i Miloševićit po e godiste rënd Kosovën, duke ja shfuqizuar autonominë dhe duke shtypur çdo zë kundërshtues, Hadija Spahiu nuk qëndroi e mbyllur në shtëpi. Përkundrazi, ajo ishte në balë të protestave dhe përpjekjeve për liri. Në vitin 1989, Hadija ishte ndër udhëheqësit kryesore të marshit protestues që u nis nga Rahoveci për në Prishtinë, një akt i guximshëm, sidomos për vajzat e reja, në atë kohë represionit e egër. Veprimtari dhe bashkëmoshatari i saj, Hilvi Hoxha nga Rahoveci, kujton se Hadija nuk ishte thjesht pjesëmarrëse, por një nga figurat kryesore organizative të protestave në Rahovec gjatë atyre viteve. Hadijën e këm njoftë të qysh në shkollën fillore, jemi mëshëtar gjenerat, ajo merë pjesë në marshin, ashtu të quëm, për mbrojtjen e minatorëve, edhe ishte ajo koha që detyrojnë të Miloševićit të na largojnë të kushtetutën që kishim në 74-sën. Hadija ishte në kryet e demonstratave, bashkë me shoqen e vetë, Aisha Sada, por në ato ishte edhe punëtorje e saj kohë Pyrëra, Ruzhica Isma. Do të thotë këta 3 femrat në prinin për para, për Hadija është veçanërisht, të themi, guximshëm u konë. Ajo nuk e kursente as veten, as familjen, kur bëhej fjalë për të ndihmuar protestuesit që ngriheshin kundër regjimit jugosllav.
Kur kanë fillu protestat avonat për këtu me mlav, që ka jeme ka qelë derën, ato që kanë protestë shka kërmuj me hinë në shpiteme, mas me zonë policia. Ajo për protestë e para. Kur kanë qenë demonstratat në Prishtinë, ata e kanë marrë rrugën Rahovec Prishtinë, protestat që janë majtë edhe këtu para lufte, viteve të 80-90, ajo çdo protestë, çdo lëvizje që u kanë, ajo ka qenë prezente në për protesta. Kryesore, ajo lirin e ka dashtë shumë, për atë arsye edhe ka shku deri në fund për lirin sot që për gëzojmë. Në marsin e vitit 1998, ku në drenis ushtria çlirimtare e Kosovës, dha mesazhin e saj të parë të fuqishëm çlirimtar. Jahona e saj arriti edhe në Rahovec. Hadie Spahiu ju bashkua luftës si ndërlidhëse dhe informatore në kuadër të brigadës 124 Gani Pacharizi. Ajo punoi ngushtë me komandantët Tonin dhe Micin, si dhe profesor doktor Sebajdin Senën, duke qenë hallkakyshe në bartjen e informacionit dhe komunikimit me strukturave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe terrenit. Ajo ka pas detyra caktuar me përcjell gjendjen e popullatës civile në qytetin e Rahovecit, gjendjet policore, me i lajmëru komandant Tonit edhe Micit, çto kanë qenë detyrat e saj kryesore. Po për luftën janë këtë që nuk i kam ditë të gjitha sekretet edhe nuk kam dashur se sa më pak gjatë kohës luftës që kem ditë, sa më pak njerëz ka qenë në siguri e pak ma e sigurt për familjet tona të cilët i kemi pasur brenda të rrethuar me forcat serbe, forcat policore, forcat ushtarake paramilitare. Pas vendosjes së batalionit të Kërshi i Keq, Hadia veproi në relacionin Rahovec-Prizren. Bashkëpunonte edhe me vajza tjera nga Rahoveci, si Aisha Sanda, Afrodita Ukshini, Emsale Shala dhe disa vajza të tjera. Aisha Sanda, veterane e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, njëherët shoqe e ngushtë e Hadijes, tregon se gjatë luftës ato punuan në sektorin e logjistikës në brigadën 124 me detyrat e ndara dhe në drejtime të ndryshme. Ajo e vlerëson Hadijen si një nga veprimtaret më të guximshme dhe më besnike. Me Hadijen më njoft na para luftës shumë vite, unë Hadijen e kam shoqen e shpirtit. Unë e jam regjistru që tu në Rahovec, në Art, Masanej, jo, u bajt atje në shtabin e retis, kalojshim në përfush, u hendshim anej, edhe i bajshim sene në hoq të vogël, dilshim atë reti, për balë kisha. Ajo në qetaron shkojke, unë në qetaron shkojsh. Ta shë ka pas ajo anina, me ditën e ka pas. Me Afroditën po, se dita i thojshim, ma e mirë s'ka pas, ma besnike s'ka pas. Fjala pjesa e me dal, jo kur. Hadie Spahiu përcillte mesazhet përmes telefonit të shtëpisë, duke i transmetuar urdhërat dhe informacionet e luftës tek eproret e saj. Ajo e bënte këtë në fshehtësi të plot, duke rrezikuar jo vetëm veten, por edhe familjen. Familja Spahiu kishte lidhje familjare me komandant Micin dhe për këtë arsye askush nuk kishte dyshuar se Hadia ishte e përfshirë në veprimtarinë ilegale apo që e ndihmonte luftën nga brenda. Bashkëluftetari Gazmen Malsori nga Krusha e Madhe tregon se gjatë luftës Hadia bashkë me Afroditën qëndruan për një periudhë në Krushën e Madhe ku siguruan informacione të rëndësishme. Në përpjekjet e vazhdueshme për ta marrë qytetin e Rahovecit nën komandën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Toni dhe Mici her pas here qëndronin në shtëpinë e familjes Spahiu në Rahovec, e cila konsiderohej një nga bazat më të sigurta të komunikimit dhe vëzhgimit të gjendjes në terren. Toni mas ofenzivës së Rahovecit ka qenë i lidhur me afrimin më vllajt më shumë dhe kryesisht kanë qenë të na pozicionuar një kohë kanë ndajt. Pas ofenzivës së Rahovecit atë ushtar prej Kroacisë edhe kanë ndajt të na pozicionuar. Po ata kanë qenë serb që kanë qenë Krushë, kanë qenë të dyja bashkë. Adi kam njët pas ofenzivës së Rahovecit. Me ardhen e Tonit prej Gjermanisë, këtë është ardhen ndar dyja në lokalin ton Krushët Madhe dhe kanë pas një takim një orë diku aty, ato janë kthyer prapë Rahovec. Ato pas e organizimit ku që kës, ato kanë qenë zakonisht kanë ardhur 2 herë në ditën Krushë Madhe, edhe ndonjëherë kanë shkuar në Reti. Ka pas raste ku nuk ka qenë Toni ose Mici, kanë biseduar me profesorin Sabatin Cenin Vjerin,
ose edhe s'ka qenë Sabajtini atëra kanë bezu me afrimin, që kanë pas në i përësi ose çdo informacion që ka qenë për ushtrinë e rove, për policinë, për ato çdo gjë që është zhvilluar në Rovec në atë kohë. Mande ka me thonë një gjë tjetër, Toni dhe Mici dhe afrimi kanë qenë gati çdo tretë net në Rovec. Edhe unë e di një 3 herë që kanë qenë shtëpitë e Hadia. Kjo është e vërteta. E di edhe nëna atyre. Bile njëherë i ka pru këtu në shpiteme, unë se kom gjoft Tonin, po Micin, po Tonin se kom gjoft, edhe Gzim Hamza u kom me ta. Bashkë që tere u konë ushtria madhe këtu në Rovec, ajo e qili derën, për më thotë tina qili derën se dhe më ardhë, se lajdini për Micin. A i Toni i armatosën, plot me arme edhe me automatin dorë, kerin të dere e kanë lonë. Kanë hi, kanë pi kafe, e kur kanë dalë na me këqyrë që ka këqyrë këpi dretarës, unë e pi dirës këtu. Ata veç të ardhë ushtria të nelt, ta për pak për 5 minuta që kem shtu që hinë në kerë. Ti kishën zëtet të ta neve me në përshkëtu kretë familjen që kanë dalë pi dirës teme. Gazmend Malsori thekson se edhe pse Hadia dhe Afrodita shpesh ishin pa uniform dhe pa armë, veçanërisht kur vepronin në qytet, kontributi i tyre ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe thelbësor për suksesin e ushtrisë qëllimtare të Kosovës në luftë. Ato zakonisht kanë pasur një lidhje përmes telefonit satelitor, kur s'kan pas mundësi me armë në Krushe, se ato kanë qenë prandjekna, atje bashkë qatë periudhën kohore, shumë kanë qenë se jo pak. Ato kryesisht janë marrë me çatë vëmendëri për shtrimin e Kosovës, ose janë marrë me çdo gjëra. Ato janë munduar me marrë me çdo gjë me qenë në qendër vëmendjes për Tonin Micin me punuar në atë kohë për ushtrinë, punë të zvolimit, punë zvolimit, lëvizja e ushtrisë serbe, pozicioni i tyre, lëvizja e civilëve serb që kanë qenë me emër në Rovec, njohën që kanë bashkëpunuar me polici, lëvizja e policisë. Ato nuk kanë pas uniformë, por kanë qenë më shumë se me pas një uniformë, me vërteta. Betejë e Rahovecit, që zgjati nga 17 deri me 25 korrik të vitit 1998, lëkundi pozicionet e rezistencës së ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Shumë luftëtar u detyruan të kalojnë përkohësisht në Shqipëri për t'u armatosur dhe rikthyer në luftë. Në Rahovec ndodhi një ndër masakrat më të tmerrshme, ku u vranë dhe u masakruan mbi 150 civil shqiptar. Hadia Spahiu dhe Afrodita Ukshini qëndruan në qytet dhe vunë sërish kontaktet me bashkëluftëtarët. Lëvizjet e tyre shpeshtoheshin drejt fshatrave përreth, veçanërisht në Krusht e Madhe dhe Reti. Nëna e Hadijes, Fiqiria, kujton se Hadia vazhdimisht insistonte që të shkonin në pazar qoftë në Rahovec apo Prizren për të bler ushqime. Në fakt blente gjëra që u duheshin luftëtarëve në front. Duke parë lëvizjet e shpeshta, mungesën në shtëpi për disa ditë, bisedat në telefon, nëna kishte nisur të dyshonte paksa në aktivitetin e së bijes. Njëherë edhe unë e më konë prezirën, kom pas punë qeter, ajo ka marrë baterije për ushtrien. U këthej në Krushe, e bleke një tra gjizë diçka kështë, këshku me blejt gjizë, me blejt jahtër, kra me hongër. Për ditë shkojke. Ajo të vëna të këtë me shko linder me pa. Unë të dajo këshku. Shkojke në Krushe, pi Krushës të vëna i bishin, të ushtarë të aty, ajo pi këtë një në vike vetë, ku vike në Rovec. Linda Mulla Abazi, bashkëshortja e komandant Micit dhe vajza Dajes e Hadijes, rrëfen se Hadia lëvizte shpesh midis shtabit Rahovecit, shtëpisë së tyre, Krushës e Madhe dhe fshatrave të tjera përreth. Ajo kujton veçanërisht një rast në tetorin e vitit 1998, kur Hadia e shoqëroi derën e Krusht e Madhe, aty ku ndodhej edhe Mici. Linda Mulla Abazi, në Krusht e Madhe, lindi djalin e saj Ermalin, vetëm një muaj para se komandant Mici të binte dëshmor. Hadia ka qenë shoqërueshme me krejt, na jemi konë si edhe familjar me ato. Ajo ka qenë edhe si shok me Micin,
E tani Hadia u aktivizu me luftetar, bash luftetar, edhe ajo ka qenë si ndihmëse luftetarëve në shtabin Arti në Rahovec. Hadia vike te familja ime, prej shtabit u kthej aty. Në tregoj ke shumë gjana, ama që shka ka bo, shka ka qu, shka me konë uzateti, jo. Masa saj une që pata me linder malin në Krushe, me Hadien kom shku të në Krushe. Me 6 tetor Ermali u lind, une kom shku me lind të doktor Faredin Hoti, a e ka pas ordinancën aty. Hadia tani boj ke lëvizje, shkoj ke une mas ideali ma i vogël, s'ko mujtu qaq më marrë dhe me ato. Po Hadia, mas i kënë vratë tonin edhe micin, ajo u aktivizu shumë edhe ka hetë së din me këta ushtarë që kënë pas shtabin reti aty, ismetara ka qenë, kë Gjafer Kadiri, në Gjafa që o konë. Qka do që ka vepru, qka do që ka punu, ka bashkë punu në arë si familje, nuk e kemi ditë. Në më thonë, ndoshta ka qenë për sigurin tonë, mungonte, jo kom pun, gjithmona din gjejken një arsye, jo kom e shku këtu, jo kom e shku, kom pak pun, jo më ka thirë shembull ja të daje, ja diçka, sa jo i ke diçka, qka do adin kryesorja ajo, mos më vrejt që shkon edhe bashkë punon. Telefonin fix, do më thonë, e kemi pas, po ajo e ka pas edhe telefonin e lidhun edhe në dhomën e saj. Do më thonë, numri njajt, 2 telefona. Kemi pas edhe gratë e ushtarve kanë ardhë, kanë kontaktu me burat e tynve, do më thonë, kjo i ka thirë, vetëm sa me pas kontakt ata me familjen, mi dëgju si janë, a janë mirë. Me 6 nëntor, 1998, ran heroikisht komandantët Toni dhe Mici. Hadia dhe Afrodita vazhduan aktivitetin ilegal në nëntheqen e Sabajdin Cenes. Veprimtari, Hilvi Hoxha, thot se në Rahovec vepruan si ushtarët e ushtrisë shtjerimtare të Kosovës, 5 femra. Një fakt që bazohet në të dhënat e profesor Cenes, të cilat i dëshmon edhe vetë Hilvi Hoxha. Janë 5 femra të kyqë në ushtrinë shtjerimtare të Kosovës, Afrodita ishte, Hadia Spahiu, Aisha Berimsada ka pas terenit të Rahovec Riknena, ishte Emsala Shala, edhe Makbule Abazibra. Do më thonë, Hadia Spahiu, Aisha Berimsada, këta kanë pas kontakte ma të tepër me Micin dhe Tonit, ndërsa Afrodita ka pas poshtërisht Emsala kanë pas me Sabajdin Cenën. Vëllai më i vogël i Hadies, Musa, gjatë luftës ishte vetëm 13 vjeç. Ai nuk e dinte saktësisht çfarë bënte motra, por në marsin e vitit 1999, hasi në një kordon të ushtrisë serbe që po nisej për ofensiv. U kthye shpejt në shtëpi dhe e lajmëroi Hadien për rrezikun. A ditë unë isha nervoz, diçka në shtëpi dhe mora kisha do parë në qep edhe thash do jepi autobusit edhe shkoj Krushe. Po sa po dole, unë aty e vrejte një kolon të madhe të ushtarëve, paramilitarëve sende, në drejtim të Hoxhës Retis andej. Edhe unë direkt erdha në shtëpi dhe e informova me një shpejtësi të madhe që thash kujdes se janë shumë kolona e madhe, janë qendër. Edhe aty ajo muri, do të thonë me njerë telefon, edhe për cilë edhe i pëke informacionet që në se cilën pjesë kush ku mundet mu orientu me mbikëqyrat situatën. Afrodit Tukshini, e njohur edhe si Bler Tukgjini, ishte vetëm 23 vjeçe kur ju bashkua luftës për shlirimin e Kosovës. Ajo lindi me 25 shkurt të vitit 1976 në Rahovec, në një familje të varfër, por me ndjenja të thella detare. Prindërit e saj, Sezai dhe Shyqeria, rritën 5 fëmijë: Suzanën, Afroditën, Elvanën, Agronin dhe Gjemajliun. Motra e saj, Suzana, rrëfen se Afrodita që në fëmijëri u dallua për vendosmërinë, guximin dhe shpirtin e saj të pathyeshëm. Ajo tregon se Afrodita ishte një vajzë e harreshme, punëtore dhe shumë e lidhur me idealin e lirisë. Afrodita dhe si vajzë dhe si e vogël dallohet edhe prej vëllezërve dhe prej neve dy motrave se ishte më e guximshme.
Thot ajo e kishte atë guximin të kundërshtonte ajo që nuk ishte në rregull, kështu që edhe kishte atë trimrin, do me thonë sufrigonte, çka do që ti ndodhte ose e guximshme me një fjalë. Ishte e hareshme, si të them, ishte punëtore, ishte zellshme, për shkollë nuk deshti të vazhdonte, por ishin edhe kushtet ekonomike, sepse prindrim e largum nga puna aso kohë. Unë sa ka mujt me vrejt, ajo shumë kishte dëshirë të rinte me kusheririn tonë, Sulejman Ukshinin, edhe ai ka qenë, më thonë, veprimtari i çështjes kombëtare, edhe ashtu edhe ushtari ushtrishtlimtare dhe më thonë diç mbas luftës. Me të kishte dëshirë të rinte shumë. Por ne nuk e dishim as për Sulejmanin, do më thonë kusheririn tonë që ai është i kuq në lëvizje diçka, ama bashkëpunonte, unë sa e kam vrejt adin, por nuk ma thonte, nuk e pranonte. Afrodita nuk e tregonte veprimtarinë e saj në ushtrinë çlirimtare të Kosovës përmes uniformës, përveç në zonat e luftës, ku e mbante atë. Kur kthehej në qytet, për të mbrojtur familjen, vishte rroba civile. Xhemailiu e kujton mirë figurën e motrës së tij, një vajzë e shkatët, e vendosur në qëndrimet e saj. Për aq sa e njoh, as sa e di, domthonë nuk e quishim pak në të kuptimin e mirë atin si kokforte, nuk e ki pas problem pak me e bind atin. Kur e ka vendos diçka, o kon tepër e bindun në të bindjen e vetë, në të mendjen, çka ajo ka vendos me kry. Për atë arsye dhe është inkuadru edhe në luftë, ka pas kundërshtimin ndoshta edhe prej familjarëve, mirë po ajo ka bot vetën. Mirë po, mbas profesorit tash të ndjerës së Bajdin Cena, diku rreth Korrikut ose qytet 98, diku në Drenovës është shku, është inkuadru. Uniform më ka rastis me pa në krushe të madhe. Disa herë, për ndryshe kur vinte vizitat që i bënte në shtëpi, tash do shta dhe punën e ka pasur se i soj që në lëvizje vinte me kështu civil. Po e kemi ditur, personalisht edhe unë, se mas paku 2 ose 3 herë unë isha prezent me, pjesëmarrësin me Afroditën në shtabën në krushe të madhe. Më ka marrë si shoqërus në atë kuptimin. Edhe atje tani vazhdonte takimin me profesorin së Bajdin Cena. Aktivitetet, obligimet, çfarë ata e kanë obligu me kry punë, unë ato nuk i kum ditë. Me sa e di, me Hadijen ka pas, tash dëshmora dhe Hadije Spahiun, tjerat nuk mi përmente. Afrodit Ukshini veproi në fshatrat Hoqe Vogël, Krushe Madhe dhe Reti. Ishte pjesë e detyrave të veçanta logjistike. Sipas Hilvi Hoxhës, ajo mori përsipër edhe identifikimin e trupave të ushtarëve të rënë në luftë. Në masakrën që forcat serbe bën në Rogov të Hasit, në janarin e vitit 1999, ajo u paraqit si motra të rënëve për të dokumentuar trupat dhe për të mundësuar tërheqjen e tyre. Do thot, tereni e Afroditës ishte Rahovec, Brestovc, Hoqja Vogël, Cilin, Nagavc, dalja e poshtë Krushës edhe lidhe me Rogov. Afrodita në ato rastit të prezentua si motra e Aslan Berisha dhe ajo të prezentonte dhe të rekte Kofomën. Në gjë se nuk ishki forca ajo të tërhekte, por ajo e merke operatë dhe i fotografojke dhe i tregojke së Bajdinit për shembull se që ky është. Ka pas rastet për shembull që nuk i ka njoftë ushtarët, por së mbas fotografit, kolegët i kanë dëshmuar edhe kështu. Rastin e kemi incizimin nga Neat Durakut, kur merr pjesë Afrodita dhe me aparate shihet aty, domethënë që në varimet, se zakonisht varimet e bëjshin mbrëmje. Me 22 shkurt 1999, nga komanda e zonës, u dha urdhëri që të gjitha gratë dhe vajzat e angazhuara në ushtrinë çlirimtare të Kosovës të shpërndaheshin në fshatrat e Anadrinit për të vepruar në sektorin civil. Afrodit Ukshini u vendos në Hoqë të Vogël, ku bashkëpunoi me gratë e Krushës së Madhe, Nagacit, Brestocit dhe fshatrave tjera. Në fillim të muajit prill, ajo kaloi për disa ditë në Rahovec, në shtëpinë e saj. Forcat paramilitare serbe tashmë ishin informuar për aktivitetin e këtyre vajzave. U ranë në gjurmë dhe nisën për ndjekjen e tyre. 11 prill 1999. Gjatë ditës,
Shtëpia e Afërdita Ukshinit ishte në nënvëzhgimin e forcave serbe. Në muzgun e asaj nate, paramilitarët serb të maskuar dhe të armatosur kalojnë murin e oborrit dhe hynë në shtëpi. E tërheqin Afërditën zvarr, pa e lejuar as të përshëndetej me familjen. E dërgojnë drejt varrezave të qytetit të Rahovecit. Aty e masakrojnë edhe e ekzekutojnë pa gjyq, pa mëshirë. Ishte data 11 prill, gjatë ditës ka ardhur një patrull pak më herët, mirë po ata me një arsyetim që janë informuar që Afërdita gjendet në shtëpia ditë për vizitë, me arsyetimin që a keni për të ngrënë për të pirë din. Mirë po gjatë ditës nuk e kanë marrë motrën. Në mbrëmje e vonë, diku rreth orës 9:30 tash, nuk e di saktësisht me minuta, vetëm e kanë kthyer murin, kanë ardhur të maskuar, nuk kemi mujt me i pa me ftyrë kush, cilët policë, 2 policë kanë qenë, asnjë zohiq. Vetëm derën si e ka qel baba me pa kush është, automatikisht motra ka qëndruar mbrapa babës. Nuk na kanë sulmuar askon tjetër përveç direkt motrën e kanë kapur. Të nesërmën, babai i Afërditës, Sezai, tashmë i ndjerë, niset për ta kërkuar vajzën. Zbashku me fqinjen Abdullah Dula, shkojnë në stacionin policor në Rahovec. Një polis shqiptar, Agimi Saku, u tregon vendodhjen e trupit të Afërditës. Në nënkërcënimin e armeve, babai e varrosit e bijen në të njëjtin vend ku ishte vrarë. Baba ishte informuar të nesërmen, është nis për në stacionin policor me kërku fatin e motrës, çka po ndodh. Gjatë rrugës duke shkuar me një kojshi, e takon një polic, Agim Isaku, me sa e diun baba që tregojke, edhe gjatë rrugës e takon babën e informon i thot, duhesh hajde me neve se vajzën e kit vrane te vorrezat e qytetit. Baba shkoi me u shoqëru me çet kujshin Abdullah Dulën. Ai vetëm i vetmi ai kujshi që e ka pa gjatë rrugës edhe e ka shoqëru babën edhe në varrim edhe krejt. Automatikisht nën presion policisë. Prindërit e Afërditës nuk arritën ta përjetonin dhimbjen e humbjes së saj, sepse u debuan më njëherë në Shqipëri. Motra më e madhe, Suzana, që jetonte në atë kohë në Austri, nuk dinte asgjë për fatin e së motrës. Lajmin tragjik e mësoi vetëm pas 2 javësh, nga vëllai i bashkëshortit. Lajm që e tronditi thellë. Mbas 2 jave, më thret vëllai i bashkëshortit, thot Suzan, ke bisedu me nënën me prindrit Gjemushin Afërditën këta. Thash me thonë drejtën që 2 herë që po më thirr nëna, pi thon ma jep Afërditën, ai thot, jo, se nuk është këtu, ka dalë. Tha unë du me ta dhënë, tha një lajmë, tha ndoshta do t'jem hasmi, tha do t'jen rëndë, a më tha zoti ylla shëndoshta Afërditën e kanë vra. E mandoj aty, unë nuk e di as vetë që kom bo. E thira nëna në telefon edhe duke qajt, kështu a din pse s'm ke tregu. O, më i nanë, tha, po qka me tregu, tha që e kënë dëgju, tha, ma, qka të bëjmë, tha, bono e fort, ma bone. Bono e fort, tha, unë e nën jam, e kom pa parasyve dhe jo me fort edhe me të vërtet nëna ka qëndru, ashtu mund t'i thom një grua e hekur, ta din me pa e vlatin të e marë. Babai nuk qëndroj, ati i plasën sytë, infraktet im sho ishin tru, i rrjedhshin sytë gjak. Nëna qëndroj disi, edhe çdo herë thonte, por hirt vllajit, deri sa rritet, kush ma këqyr Gjemushin. Tashme grupi i vajzave ishte zbuluar. Policia dhe ushtria serbe i kërkonin kudo, duke ndjekur çdo gjurmë të tyre. Një ditë pas vrasjes së Afërditës, bashkëluftëtarja Aisha Sada shkoi në shtëpinë e Hadijes për ta paralajmëruar që të jenë të kujdesshme. Ky do të ishte takimi i tyre i fundit. Herën e fundit kur e kanë vra Afërditën, unë shkova edhe jo mul në sopë të Hadijes Rametlia, pe tham Hada, thash Afërditën e kishin vra. Thash rendin e kena unë edhe ti, thash a shkojsh ti e pari, a unë e një zotë e din. Po rruju, rendin e kena ja unë e ja ti mu vra. E tha rruju edhe ti, thash hiq mos kider ti për mu. Kur e kanë marrë Afërditën edhe atë Makbulën,
E kanë vra, erdi Aisha këtu. Tha Hadi, tha dhe 4 femna Filipin tash. Tha që jenë 4, tha unë edhe ti imi të para. Ajo tha të marrë dukoja, tha mos fort kështu. Po tha ku kona për ditë edhe ti kona me gjithë mua. E që ti kom një dish, se kom ditë bash sakt, veç e kom ditë pak. Vetëm pak ditë pas vrasjes së Afroditës, me 27 prill 1999, ushtarët serb trokitën e derën e shtëpisë së Mustafa Spahiut, po e kërkonin Hadien. Ajo i pa dhe me shpejtësi ndihmoi meshkujt të largoheshin nga shtëpia. Derën e hapi vetë, pa u trembur, pa u ligështuar, me vetë dijet e plot për rrezikun që po e priste. Edhe kur erdhën policia, ajo po thot, ina mos e qelti derën edhe mos e tutën unë, me qelti heki këta njerëzit. Se lipin mashqit edhe dalin. Ajo komentu për mashqit kanë ardhë. Edhe këta kretë kanë dalë, koj shikë kanë dalë, burot edhe burë jem me gjatë djallin qëtër, këj vogli kanë e këtu. Kur hinë në derë, ata ajeti Hadi Spahiut, me automat në dorë, rike. Tha po unë e janë. Tha duesh me ardhë me neve. Tha, ma mu me ditë, për shka me ardhë? Jo vetëm informata keme dhanë. Unë e thash, ku me qoni qikën, jo loke tha e këthejna. Edhe e morën, mo nuk e këthinë. Vetëm me kom qyrë jam pi, as kom me përqaf, as nuk di që me thonë atë momentin jam pi, si drun jam ba. Sapo kanë cingru në dyrë, do më thonë, Hadia veç kemi vrejse, kanë artë nga dhe nuk deshti tike, ta mos e ngucën kërkush derën e qeli unë. Në momentin kër e ka qelë derën, ata e kishin letër nëftimin e saj në dorë. Dhe ju tritun, a jeti Hadi Spahiut. Njërë rike në këmbë, me automat tritun dhe tarkon, shikon të mos ka ndo një lëvizje brenda shtëpisë ose mos pisulmon dikush. Ne kishim këtu familjare së ndë që janë strehu. Veç e pash shpinë, 2 policë për anësh, se unë ishe në gjithë shkallë të hipë. E veç dullë, veç një të i kokën kështu dhe preti momentit mu, asë kom po. Në mesin e shumë familjarëve të strehuar në shtëpinë e Hadijes, ishte edhe Linda Mulla Abazi, vajza e dajjes së saj dhe bashkëshortja komandant Micit. Edhe sot Linda ndjen pengun e madh, a mos ishte ajo caku dhe Hadia pësoj në vend të saj. Por jo, Hadia ishte kërkuar me emër për shkak të angazhimit të saj në ndihmë të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. A ditë që kanë marrë Hadijen, une bash në qëtë kohë që kanë hi policia serbe me marrë ato, une filli ko marrë djemë të mi, si kom pasëllat vegjel, ko marrë djemë të mi edhe ju më lërgu për jetyit. Une kom dalë prej jetyit, tani kom shku të baba jem nërë. Tani kur kemi një vetëm që e kanë gjitë në bella cërk të familja Kilmendi, edhe une komendu edhe pse une, si gruje dëshmorit që kom qenë, mos ka qenë edhe për shkak meje mos e kanë marrë që kom nejtë familjet atina, se shumë veta dhe janë tut mua me majtë aty si une si gruje Micit me 2 fëmijë me majtë në familje kanë pasë rëndë. A ditë me 27 prill, do më thonë, na gjithë kemi qenë aty. Janë shumicën e rasteve ka nejtë në dhomën e saj, dritarja e cila shikon të direkt në rrugë kryesorje. Edhe kur i ka pa që janë të ardhë ushtria serbe, ajo i ka largu krejt mashkujt, do më thonë edhe shoqës Micit i ka thonë mu shef, kanë hy në shtëpi, kemi me të marrë veç të më pyetje kemi me të marrë, duesh me ardhë me neve. Ajo si një burnesh, se ajo gjithmonë ka qenë e guximshme, edhe ajo shkon nana mas asaj edhe i thot mos e tut se s'ka kur gjo, edhe ka shku, do me thonë ka hyp në vetur, pa i këthy kokën, edhe në mët guximin e asaj, veç ka ecë për para, edhe pse ka ditë qka e gjenë, se kush ka i ndorë të aty në vejë, nuk ka dalë në gjallë, edhe prej asaj ditë e nas kemi marrë kur farin informata për ato. Tepër e vështirë ka qenë, kemi pas as gjumë,
edhe me të shpres, ha mos po vjen, ha mos po kthejnë sot, mos po kthejnë nesër, deri me 6 maj, kur kanë ardhur policia në derë, edhe na kanë thonë, duheni me lëshu shtëpinë, me shku për Shqipëri. Nga 27 prili, deri me 6 maj, nëna e Hadijes nuk pushonte se kërkuarit e bien. Në lajme kishte dëgjuar për vrasjen e një vajze në fshatin Fortes, ish Bellacerk, por mosha e saj nuk ishte dhënë sakt. Kjo jepte shpresë se ndoshta Hadia ishte gjallë dhe ndodhej diku në burg. Po 10 ditë në kom shku, kur më kanë thonë, në përqaj Hasani i Dërnovci të konë, Hasan shpijuni, e dinë ata kretit din. Shkojshnë atje, thëshnë, jo, në burg është, e lishojnë. Unë i thëshnë, më të dhëmë do tesha me quse, me një par tesha ka shku femën. Ja, dhe më ardhe, që e këndi që kënë vrame një heri. Na kemi një radio, lajmet, që e kanë marrë një qikë. Hala pa shku në Shqipni, po mu më thëshnë këta 2 vetë, dish, jo ata pe autobusit e kanë shdrip, nuk është Hadia është në Prizren, në burg është. Unë e komajt imi do është në burg, po së është. Mësë dhe dite me 6 maj, neve në kënë qitë për shpjesë. Familja vazhdoj kërkimet, edhe Shqipëri, duke shkuar në spitalin e Tiranës, pas informatave se mund të ishte aty ndoshta e plagosur. Edhe na kemi marrë gune, vlau, edhe nana, kemi shku, po për pat keq. Nuk i kemi gjetë motrën tonë, e ato vajzë shpresoj që janë gjallë. Pas arrestimit, me datë 27 prill, Hadia u dërgua në një shtëpi të braktisur, në fshatin Fortes, pranë bazës serbe, në shtëpinë e Nuri Kelmendit. Aty qëndroi disa ditë, ku torturua mizorisht. Në fund, brenda asaj shtëpie, ajo u vra me 2 plumba. Nuk ja falen guximin, as lidhjen me ushtrin çlirimtare të Kosovës. Ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mjeku i luftës, Bashkim Gashi nga Sopniqi, na rrefen se si e tërhoqën trupin e Hadijes edhe e varrosën e oborrin e shtëpisë ku u vra. Trupin e kishte gjetur fillimisht një tjetër ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Agi Morina, i cili njoftoi shokët, edhe më pas organizuan varrimin. Disa prej ushtarëve të fshatit tim kanë pas në leje qëndrim në fshat. Në mesin e tyre ka qenë edhe Agi Morina. Gjatë natës, duke kaluar aksin rrugor Rahovec-Zërze, është fshati Fortes, tash Bellacerk, aty futet me një shtëpi të Nuri Kelmendit, një shtëpi e vjetër me çerpesë tjera, edhe aty tash nuk e di arsye pse ka hyrë aty në, dhe takon trupin e pa jetë të Hadijes Spahijut. Na jep informacion, pastaj ne mobilizohemi për me marrë trupin e sana. Dhe kemi qenë disa persona, domethënë, e morëm këtë iniciativë, në mesin e tyre mujt i potencoj me emra, unë Bashkim Gashi, Ideal Gashi, Kender Gashi, Sadete Dodaj, Kamber Berisha, edhe Agi Morina. Ky personi që ka gjetë, edhe Adem Gashi. Ajo ka qenë në hyrjet e portës, në anën e djathtë të një dhome e cila ka qenë e mbështetur për një frigoriferi. Sikur thotë të flante në gjumë. Trupi i saj pa jetë, domethënë ka qenë i freskët. Dhe kemi tërheq pak, sa me lëviz vendin e sana, kemi pasur se çdo gjë është e sigurt. Në trupin e saj, domethënë sa kemi gjetë, e kam përshkruar fizionominë e saj ç'është duket. Edhe e kam raportuar faktikisht në sektorin e zbulimit dhe kundër zbulimit, ashtu që ka flokët, trupin, me çka e ka qenë veshun, edhe ekzekutuar me 2 pluma, në anën e Mozës së Djathtë edhe në regionin e Bardhë, me 2 pluma. Mendoj se ka pas shenjë të torturës, hematomat e shprehura në regionin e Gjokshit dhe në regionin e Qafës. Edhe u detyruam me voros në pjesën e përparme të oborrit të shtëpisë së Nuri Kelmendit në mes të 2 kumllave. Pas përfundimit të luftës, familja kthehet në Kosovë. Përmes ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, arrin ta kuptojnë se vajza që ishte vrarë në shtëpinë e Nuri Kelmendit në Fortes ishte pikërisht Hadije Spahiju. Duke ndëgju popullatës se unë mirë edhe me aktivitetet tjera pikërisht për gjetjen e trupave të pajetë që u marrë gjatë luftës, ju ka ardhur në veç edhe familjarëve të Hadijës Spahiju se personi të cilën mund t'i njeh është Bashkimi,
Ata janë ardhur me pasaportën e sana, edhe si ma kanë treguar më një herë e kam lëvë se kjo është Vorosë në vendin e quajtur në Fortesë, në Bellacerk. Edhe kështu që më një herë kemi shku me familjarët e tyre, i kam treguar çtuar vendi sana, e kemi bërë zburimin e sana. Ka qenë dyshimi, mos është hadija në atë shtëpi e Varosën. S'po më kujtohet mua, dikush në ka thonë monal, edhe nana ndoshta vetë instikti e din monal me pyet kush është në atë familje. Po në ndërkohë kanë ardhur edhe prej Rahovecit, domethënë kanë pas me zhvaros për me ditë kush është, me identifiku. Nana e ka vajzën e tezës aty afër në Rikelmendit. Na ishim aty të nejtune me nanën, kur erdhë një djalë i ri ka qenë, vetëm më tha, apo vjen veç pak? Tha me ardhë me neve, edhe unë nanën e kom lënë aty, e nana dojke edhe jo me ardhë, po ata nuk e lanë ato. E mu më thanë, është mirë se na e kemi hapë do me thonë varin, po është mirë edhe ti me paku, a është, me identifiku a është motra, apo jo. Si pas veshjes, do me thonë atë gjemadanën që ka pas të veshën, unë e kom pa që motra edhe kokën e ka pas kështu si anash pak, flokët e saj. Aja fotografi më rinë para syve çdo herë. Edhe këta familjarët vendosën me Voros. Edhe nana tregon nipit ton, do më thonë babës të Avdullah Bugarit, i thot në qëtë vend me ma Voros vajzën, po doktor Indjeri, doktor Sebaudin Cena, a i thot, jo, ajo duhet më varos në varezat e dëshmorëve, se ajo është dëshmore, edhe pse s'ka qenë luftëtare, do me thonë me uniform, ajo ka kontribu shumë për luft. Baba i Mustafa, me lot në syrë rëfen për momentin kur ja kumtuan lajmin se e bia ishte vrarë, për lirin e Kosovës. Kur thanë që e kënë ra hadien, unë një këtë ditë, edhe në murën që i kënë, e mos u këthy. Për krenar jumë krahtë, të cenë krenar jumë, edhe këllon vatan, për vatan kanë luftu. Me një korek, 1999, Hadije Spahiu u rivaros me nderime ushtarake në kompleksin e dëshmorëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Nën fiqiria e përcolli me lot në sy dhe zemër të thyer bien dëshmore. Sot kur flet për atë moment, shpreh krenarin e thellë që ndjen kur kujton fjalët e bashkëluftetarit Sabajdin Cena. Sabajdin Cena, kur i kemi Voros, janë që ditë kretë, gjamati shke ka folë për hadijen në Voreza, ajo më ka punu për 10 ushtarë. Në po të njëjtin vend, aty ku pushojnë dëshmorët, vetëm një muaj me vonë, me 6 gusht, 1999, u rivaros edhe bashkëluftetarja Hadijes, Afërdit Ukshini. Suzana, motra e Afërditës, ju drejtuat pranishmeve me fjalë të ndjera dhe plot dhimbje. Ajo e përshkroi atë ditë rivarimi si ditën e dasmës e motrës së saj. Afërdita, ti je në mesin e shokëve dhe shoqëve, ti je në pritën e tjeri. Nana tona, pohoni të porta, të jeni krenare që i rritet sokonat dhe sokonesha. Lagët e tua, do t'i haroj ku, për në thoshe, nuk më duhen motër krushqit pas në mu. Këta krushq janë për ty. Në emër të këtyre krushqëve, latë ti. Suzana kujton se gjatë atyre ditëve të përkujtimit, teksa pastron të shtëpin, zbuloi materiale të rëndësishme që Afërdita kishte fshehur në ndysheme, dëshmitë e heshtura të guximit edhe sakrificës e motrës së saj. Kur ka marrë te nëna, kam fillu të pastroj dhomën dhe e kishim dhomën me drasa, edhe kështu të i fshiune me fshis frymës, ajo drasa u qu dhe gjeta disa fotografi për fundi. Edhe ato fotografi mora, po ishin pamjet të mërshme, po kupton, s'mu isha dhe asë kohë të shifte njëri ato, dhe më thonë, aty kuptoha që Afërdita, dhe më thonë, ka qenë edhe fotografiste ekofomave, të rishte ekofomat, u prezenton të si motra dikujt vetëm për ta tërhekur atë kufom.
Këtë e pranoj edhe se Bajdini kur ja dhash. Afrodita e thirrte me pseudonimin Prift. Edhe aty kuptova dhe im tha, se unë i thash Prift, ta pas ke fol me Afroditën, thash vetëm si jeni a jeni mirë. Edhe ajo tha e ka pas pseudonimin Blertha Ugbgjini. Tha na e kena të, vetëm për shkak mbrojtje se kishte sërb në Rahovec, tha mos t'ju binte në sy. Ja dhash unë ato fotografi edhe aty më kujtohet kër më tha, e si Shqiponja ime, tha. Edhe e vdekur, tha, sa po më ndihmon. Sot kur kujtojmë këto vajza trime, duhet t'i kujtojmë si zërin që nuk u dëgjua, por që shpëtoi jetë. Pas një shkëlqim të uniformes, ato ishin luftetarët e heshtura, të padukshme, por që bën sakrificë të madhe për luftën shtërimtare. Pjesa dërmuese dhe ish ushtarëve tonë që kanë qenë me armatim, kanë qenë civile. Jo që e meritojnë me qenë heroje, po edhe ma tepër, se kemë qenë barabartë në periudha kur dikush ka punu si civil, dikush ka punu me armë dorë, kemë qenë gjithë barabartë në të fushë. Dhimbjen nuk ko me hek kur, s'ka mu harru kur derisa të vdes, por po krenaria ekziston, që e kom pas një motër tillë dëmon. Mëdhimet me forma që shumë ka shku. Që ajo është ma prekse që s'po mu i pak mja falë vetës. Së të më kishë vrarë në luftë shumë front është ma e përballueshme, kjo e gjallë është pak tepër e rëndë. Edhe e di me plot bindje që ajo kur nuk i ka rapi shman pse u fut në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Derisa ishte me ushtarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, derisa ishte me Dr. Sebaudin Cenën, nuk e gjeti gjë, mirë po kur u shpërndan ushtarë prej Krushës, mandej hupja jo orientimin dhe mbeti në shtëpi, do shta dhe unë kisha veprut njëjtën mënyrë, si motra ime. Pse të rinë shpi? Ata u hyshin edhe në për shtëpi, vra ishin civil. Po bilet jem me ushtarë. Ajo ka shku për një gjë madhore. Unë jam krenar me veprimet e saj dhe bashkëluftetarët e saj. Jam krenar që atë saj syris që ka trenë për atë. Po çështja për cilën ka shku dhe për çfarë, domethënë me qatë zemër pas tërti që ka shku. Se nuk ka pas qëllimin diçka personale, ka pas përgjithshme. Ajo në mban krenar. Ka ra të shmort për liri jo me dhe krenare, që po përmendet ajo. Dëshmore me merit, cila ka merituar me pjesë të ndarët të trupit e saj, me gjakun e saj, me jetën e saj, me ndihmën e qindra familjeve të bashkëluftetarëve tanë të Rahovecit, do shta dhe të katundeve që kanë qenë para. Po Rahoveci është i tillë. Rahoveci janë njerëz që punojnë e nuk flasin. Ishte luftetare e heshtur, e guximshme, e dishme se çka dhe si duhet të veprojë. Lufta nuk sjell drandofilla, por lufta sjell viktima. Prandaj edhe liria të sot të cilën e gëzojmë edhe sot, padyshim se themelet i ka në gjakun e dëshmorëve. Emrat e Hadijes Spahiut dhe Afrodita Ukshinit janë gdhendur në plakat përkujtimore, por historia e tyre mbetet e pashkruar. Ky dokumentar është për Hadijen, për Afroditën dhe për gratë e lirisë që u vranë mizorisht nga ushtria dhe paramilitarët serb. Ato mbajnë titullin dëshmore të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Për kontributin e tyre, familjet morën mirënjohje nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenca i dekoroi me urdhërin Adem Jashari. Dëgjuat radiodokumentarin për dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hadije Spahiu dhe Afrodit Ukshini. Autore Sabria Haxhiu. Realizimi teknik Driton Bunjaku.